Tetori i vitit 2010 shënon 20 vjetorin e bashkimit të dy Gjermanive, një ngjarje që ndryshoi gjithë kontinentin e vjetër me marrëdhëniet mes superfuqive. Për më shumë se një muaj, Ambasada Gjermane në Tiranë do të përfshi disa qytete të Shqipërisë në aktivitete kulturore, të cilat do të kenë në qendër pikërisht këtë tetor historik. Programin e prezantoi ambasadorja gjermane, e sapo ardhur në këtë detyrë në Tiranë. E veçanta e këtij tetori është sepse shënohen 20 vjet nga Bashkimi i Gjermanisë dhe seria e aktiviteteve do të ketë në qendër 20 vjet rrugtim. Ne i kemi organizuar për 4 vite këtë muaj kulture, por këtë vit do të zjas deri në fund të nëntorit dhe do të mundohemi të vëmë në pat përbashkëtat me Shqipërinë mbi këtë histori. Javët e kulturës gjermane në Shqipëri nisin me panajire informacioni, ekspozita mbi traktatin 2+4, konferenca shkencore, koncerte apo shfaqje filmash. Aktivitetet do të përqendrohen kryesisht në Tiranë, por edhe në qytete e provinca. Tetori kulturor gjerman organizohet për të 4-ën herë në Shqipëri.